Gjenerata 2010-2011 pranë Akademisë së Futbollit të klubit futbollistik Besa nga Dobërdolli është shpallur kampion në Ligën Rajonale të Pollogut, grupi B. Edhe një duar trokitje të madhe për shpërndarjen e trofeut nga profesor Berat Ismaili për kapitenin Omer Gjeladini dhe për këtë gjeneratë të suksesshme. Kjo gjenerat në ndeshjen finale në teren Vendas ka mundur me rezultat 2-1 bashkëmoshatarën nga klubi futbollistik Arsimi nga Çegrani. Koordinatori i Akademisë, Venhar Velia, thotë se ka qenë një sezon i gjatë me plot sfida, por dhe me emocione të bukura përgjatë 18 gjirove të zhvilluara. Meritor normal nuk duhet të harrojmë nxënësit, të cilët gjatë vitit kanë dhënë kontributet e tyre gjatë seancave stërvitore, normalisht pa punë nuk mund të arrihet. Po ashtu duhet të përshëndesëm edhe punën e trajnerit, Ardiani Meri, i cili ka bërë një punë të mrekullueshme. Dhe gjithashtu si staf, si koordinator dhe si staf bashkë me trajnerat, jemi të punuar me të gjithë gjeneratat në mënyrë të shkëlqyeshme, ja edhe rezultati tregojnë në fund që arritëm një sukses të rëndësishëm. Fëmijët janë të ndamë në 2 grupe, unë si koordinator në Ligën e Futbollit për fëmijë, kam një staf prej 5 trajnerave. Numrojmë afër 200 fëmijë, nga një numër 50-60 fëmijë, arritëm të kemi 200 fëmijë, ku është një numër goxha i madh, dhe normalisht edhe numri i madh i fëmijëve tregon edhe sukses, se kemi çka të zgjedhim për të inkuadruar në lojë. Trajneri i kësaj gjenerate, Ardiani Meri, thotë se të gjithë fëmijët janë jashtëmase të talentuar dhe synimi që në fillim të sezonit ka qenë të shpallen kampion. Mbas 18 gjiro ne arritëm të shpallemi kampion. Unë i faleminderoj pikës pari lojtarë që kanë dhënë një sakrificë të madhe gjatë krejt kampionatit edhe në fund na u shpërbleje me fitimin e kupës. Dolëm kampion në grupin B. Të gjeneratës 2010-2011, ku duhet të ceket se ne ekipa jonë, ne kemi pas, mund të them vetëm një lojtar, eventualisht ditë 2010-ës. Baza ka qenë krejtësisht 2011, do me thonë një vit më e vogël se kundërshtarët tanë, po ja dolëm mas miri edhe u shpallëm kampion. Fondi i talenteve të ri të futbollit pranë Akademisë së klubit futbollistik Besa nga Dobërdolli është mjaft i madh dhe aktualisht ka të regjistruar 200 fëmijë nga grup moshe të ndryshme. Pasi u shpallën kampion, futbollistët Omer Gjeladini dhe Faton Dalipi theksojnë se fal kushteve të mira dhe trajnimeve profesionale, arritja e rezultateve nuk ka qenë e vështirë. Unë jam Omer Gjeladini, jam kapiteni i ekipës. Ne kemi arritur shumë me Besën, nuk ishte shumë lehtë, po ne me punën tonë që e bëm, u shpallëm kampion. Faleminderojmë sponsorin Global Immobil. Pas të sezonit 2024-2025 me gjeneratën 2010-2011, ne ekipa KF Besa u bëm kampion, por në këtë rrugtim kemi pasur shumë sfida, po kemi pasur shumë vështirësi, por me mund dhe qëllim arrit gjithçka. E faleminderojmë trajnerin Ardian Imeri dhe të gjithë klubin e KF Besës. Në ndarjen e kupës, në Dobërdoll kishte edhe përfaqësues të Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Kupa u dhurua nga antari i Federatës Berat Ismaili, i cili me këtë rast ka uruar Akademinë e Besës për rezultatet e arritura. Ndryshe, kushtet e mira dhe sukseset e klubit Besa, që garon në ligën e parë futbollistike të Maqedonisë, kanë shtuar kurreshtjen të rinj nga komuna e Vrapçishtit për të bashkangjitur me këtë akademi. Plani afatgjatë i skuadrës dhe i udhëheqësve është që të zbulohen sa më shumë talent, të cilët një ditë do të kenë hapësirë edhe në skuadrën e parë.